President. Po, besoj që edhe propozuar edhe kryetari e Kuvendit. Ju falenderit shumë. Sot kemi ardhur për të konstituuar organet e Kuvendit të Republikës së Kosovës në një ditë e cila është konsideruar se tashmë është e vonuar për faktin se shkoi shumë gjatë edhe procesi i rinumërimit. Kemi ardhur në ditët dhe javët e fundit kur shumë procese në Republikën tonë mund të rrezikohen, përfshi miratimin e buxhetit, miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat disa prej tyre njën fakt ka afat deri në fund të kësaj jave, dhe shumë e rëndësishme që sot të votohet për Kuvendin e Republikës së Kosovës, për kryetaren e Kuvendit, nën kryetarët e Kuvendit dhe pastaj të votohet qeveria që mund të procedojmë me punë sa më parë. Prandaj ka gjasa që sonte të jenë 2 seanca, gjithsesi sot të jenë 2 seanca, njëra që fillon orën 5 që ka të bëjë me organet e Kuvendit dhe tjetra e cila fillon pastaj varësisht nga sa do të zgjatë kjo e para, që nuk e besoj shumë. Është për të përshëndetur qasja bashkëpunuese e gjitha grupeve politike të përfaqësuara në Kuvend në mbledhjen e djeshme, të ftuar nga kryetari deri tashëm i Kuvendit Zoti Basha, ku ka pasur dakordim prej kërkesës për ndrim të orarit të seancës e deri tek procesi i votimit. Prandaj jam optimiste që në seancën e parë nuk do të ketë vonesa, nuk do të ketë çështje të cilat mund të jenë befasi ose të papritura, të paplanifikuara dhe pastaj të procedohet siç dihet me mandatarin dhe seancën tjetër për qeverinë. Ka ndodhur zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka ndodhur një proces i cili na ngarkon me shumë përgjegjësi të gjithëve këtu që jemi, por gjithashtu qëndrimi ynë politik mbetet i pandryshuar. Asgjë në raport me qasjen dhe mosbesimin që e kemi ndaj çfarë do komunikimi ose bashkëpunimi me këtë grupim politik, që fatkeqësisht deri më tani ka tregu vetëm kundërshti në raport me interesin e Kosovës, asgjë nuk ka ndryshuar. Interesi i Kosovës është mbi të gjitha dhe ajo çfarë duhet të ndodhë sot është të ruhet mbarvajtja e jetës institucionale, interesat e mira punëtorëve dhe gjithë atyre që janë në shërbim të këtij vendi, në sektorin publik, por edhe në sektorin privat, e natyrisht edhe të procedohet me ato obligime që i kemi, që mund t'i kishim kryer para datës 28 dhjetor, ato të cilat u kërkua e u lutën shumë herë, edhe partitë e opozitës, edhe nga ana jon, edhe nga ana e presidentes, për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, afati të cilave s'ka don tepër shpejt. Ndërsa ne prej atëherë deri tani e kemi qartësinë mbi vullnetin e qytetarëve të Republikës si asnjëherë më parë dhe mbi atë përgjegjësi ne do të sillemi dhe do veprojmë sot. Kam biseduar deri në këto momente, besoj që nuk do ndryshohet se çfarë do të ndodhë brenda, betet të shihet kur ti prezantoj kryeministri Kurti të gjithë kabinetin qeveritor. Ju falenderit shumë. Da li ste razgovarali možda o imenu za predsjednika ili predsjednicu Kosova? Jo, ende nuk kemi biseduar për emër, për arsye se janë votimi për Kuvend dhe pastaj votimi për qeveri dhe pastaj do vije votimi për president. Po, besoj që edhe propozuar edhe kryetari e Kuvendit. Ju falenderit shumë.